është Nikolas i Vogël, është një seri me 6 vëllimtar në Shqip. Gos Kyni është një autor i famshëm dhe edhe Sente është një nga karikaturistët që edhe ka bërë edhe personazhin e Nikolasit. Pse do ta lexojmë Nikolasin? Nikolasin do ta lexojmë çdo fëmijë nga 9 apo 10 vjeç për 3 arsye kryesore. Arsyeja e parë është që duke lexuar Nikolasin kupton që edhe të rritur gabojnë, në mësues gabojnë. Arsyeja e dytë është që zemrimi do të jetë i përkohshëm. Ne do zemrohemi dhe mund të zemrohemi, po zemrimin duhet ta arratisim të kthehemi në normalitet, në harmoni, në mirësi dhe miqësi me njëri tjetrin. E treta është çdo vogëlshje lexon të libër, sidomos djem. Pasi lexojnë në rrisën ato dozën e ironisë dhe sarkazmit dhe e bëjnë botën brenda tyre dhe raportin me të tjerë dhe bëjnë më me humor, më me ironik, kështu që për këtë arsye e rekomandoj shumë. Këtë zonjën duhet ta prezantoj vetë. Okej, mund ta prezantosh vetë. Profesoresha Mila Mullaj. Po, mund ta prezantosh, por unë kam lexuar atë libër. Është një nga librat e rrallë të tërësisë për fëmijë, është libër fantastiko shkencor. Ka bërë një libër fantastiko shkencor. Dhe unë jam i mrekulluar për të vërtetës, pa modesti e them që ky është një nga librat më të mirë për të gjithë grup moshat të fëmijëve nga klasa 7, 8, 9, ndoshta edhe pak më lart. Është një lloj libri që ka një utopi të bukur sepse tu tregon historinë e arratisë një fëmije që rrinte me gjyshen dhe kalon nga një realitet toksor në një realitet planetar. Edhe se si një fëmijë njihet në një botë tjetër ekstraplanetar, jashtë planetit tonë dhe i ndihmon ata talanët për të shpëtuar planetin e tyre. Ajo çfarë mua më ka bërë përshtypje te ky libër është fakti që ky është një rrëfim natyrshëm fantastik shkencor ndërtuar me një mënyrë bindëse që të fut në një botë me vërtet fantastike dhe secili prej lexuesve në fund fare ka shumë çka të mësojë, sepse qenia njerëzore është vetëm në numrin e pafund të galaksive dhe planeteve që janë rreth rrotull, sistemeve që janë rreth rrotull nesh, edhe kjo është një arratisje e bukur, një kërkim i thellë mendoja drejt fantastikës që profesoresha e Institutit Letrar Mila Mullaj ka bërë me këtë libër, kështu që ka në shumë çka të mësuar. Ka bërë një punë të mrekullueshme. E rekomandoj fort aty. Dhe gjithë studentët që e kanë njohur duke dhënë mësime, ndërsa unë kam dëgjuar edhe në orët në cilat profesoresha jep dhe përshëndes, me rrëfimin këtu do të njohim një profesoresh gjithashtu tjetër që është një rrëfimtare shumë e mirë. Jam dakord. Tullumbacia e Bardhë, Rovena Rozhanit, edhe kjo është një autor i letësisë për fëmijë, ka bërë shumë libra. Në kesh institucionit është prezantuar me fëmijët tonë dhe Rovena. Më vjen shumë mirë që në pjesë të autorëve ne njohim i kemi një institucion, domethënë. Fantastike. Më vjen shumë mirë edhe Rovena Rozhani. Ka bërë disa libra, por ajo çfarë më pëlqen tek Rovena Rozhani si autor i letësisë për fëmijë është se din ta ndërtoj shumë mirë botën e fëmijës, din ta ulë nivelin e xhirimit në mendsinë e nivelin e fëmijës, din ta provokojë dhe ta bëjë gjithnjë më interesante. Për shembull, Fani në kërkim të dritës, Lëndina e rruzhve, Tullumbacia e Bardhë, në Rozë dhe domate kërcimtare janë disa nga ato libra që besoj në fusha të ndryshme kanë edhe një thellësi në edukim didaktik, por kanë edhe një lloj ngacmimi që bota e fëmijëve do bëhet më e bukur se cilën prej tyre. Do kaloj te një libër tjetër, është Kristaleve e internetit që di madh, i Albana Gjipilekaj. Albana është e njohur si përkthyesje e letërsisë për fëmijë qoftë të huaj italiane, amerikane, po edhe letërsisë për të rritur. Kjo është prova e parë Albanës si rrëfimtare për fëmijë. Albana ka një kontribut jashtëzakonshëm do thoja për pasurimin e gjuhës shqipe përmes përkthimit.